kupol që drejtoj këtë farës, e gjithë kjo kupol udhëhiqet direkt nga Edi Rama, i cili i ka dhënë pojës me qera kundër këtij tarife portin e Durrësit. Ka 3 vjet që aty nuk kapet një gram kokainë. Nuk ndalohet kapja e kokainës. Sepse është mall për kryeministrin. Dhe nuk janë vetëm këto 2 banda, po këto janë se në Fier, Zeqineja, në Maja Thanës, Arben Qimja kishte detyrë t'i siguronte vota. Me radhë. Doja shojmë dhe asaj rekordet. Pra, dhe ky është njëri dimension i farsës elektorale, njëri dimension i shëmtuar, po si Arben Qimja, si Olsi Rama, si Ulusiu, si Blendi Xhabafti, si Sara Mile apo Suel Çela, janë një sëri të tjerësh. Këto ishin zgjedhjet, por një gjë u them shqiptarëve. Sado dëshpëruese që është kjo farsë, kjo dallon, sepse kjo farsë është e vetmja në histori që është dënuar para se të zhvillohet. Por të gjithë ata të cilët i thonë të vërtet se vërtet dhe lexojnë rezolutën e Valencias, gjenë se Komiteti Ndërkombëtar i Qendrës Djathtë në Europë e denancoi këtë farsë para se zhvillohej. Pra, beteja, lufta kundër kësaj farse vazhdon me të gjithë forcën dhe përpjekjet. Por në këtë rast kemi të bëjmë me një farsë tashmë të dënuar para se të zhvillohet, para se të mbyllet, të konkludohet. E mirëni vesh ju pse hidhej Zeqineja nga dega në deg, del se kishin porosi që Zeqineja duhet futet në parlament, si ishte Sara Mile e Fierit. Pra, unë këtu para jush duhet t'u them shqiptarëve se kjo farsë është një fatkeqësi e madhe kombëtare, por kjo farsë ka vetëm një rrugdalje, qendresën e tyre, sepse kjo farsë është e dënuar ndërkombëtarisht para se të zhvillohet. Dhe se për çdo akt qendrese, shqiptarët kanë mbështetjen e fuqishme të gjitha forcave politike të Qendrës Djathtë në Europë, që dënuan 11 majin para se të ndodhte, para se të mbyllej, se ndodhte ajo po ndodhte, gjërat po ndodhin. Ndaj dhe erdha edhe një herë këtu të ritheksoj dimensionin e krimit, dimensionin monstruoz të krimit në këto zgjedhje. Me fakte, me dokumenta. Këta janë deputet të krimit që morën zbashku vetëm këta 4 që citova 80.000 vota. Pa llogaritur të tjerë si Zeqineja. Ndaj dhe këto zgjedhje nuk mund të njihen. Nuk ka
rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Ne qëndrojmë për krijimin e qeverie teknike, sepse Edi Rama nuk ka vetëm farzë dhe nuk ka zgjedhje. Dhe denoj me forcën më të madhe presionet e zyrtarëve e narkozyrtarëve shqiptarë ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Igli Hasani, patulpsisht,